Shëndetja e një luën? Ja. Kjo është para partisë. Po ke ndru se jo në kalim në vëllë tjetër. Pa i kom do këtë s'po dalë më këtë. A je kandidati apo gjera? Kreti. Merë me pushtetin, se po merë me opozitë. Merë me pushtetin. Shkoni para bëni aksion para pushtetit. Për ty vlen kjo, veç nga e. Bëni aksion para zyreve të vetëvendues, ata janë e keqja. Ata janë e keqja. Nëse i dalë me prish, nuk është mirë. Jo, s'kom dalë me prish, veç që po menoj që mas mirë është me shku para zyreve të vetëvenduesjes, me bo aksion kundër pushtetit. Hajde ti të zyra jone ka zëna që me bot. Lutam lem tash mëse për aktivitetin. Po keni ardhur në zyre të opozitës. Po të luti seriozisht le. Na i dosh bo qëllimin e përbashkët, me rëzu të keqen në ranin Për tunë. me nënshkru. Veç këshore. Qa me nënshkru? Po ti lexoj herë qyrën, apo Po kush jeni jo me na pru neve diçka me nënshkru na? Paris largo. Largo më në aktivitetin më smajde. Jo, Largo. në aktivitetin jeni para zyrës LDK-s, jeni Po para çfarë kjo është Hapësirë politike. Dashur gazetar, këtu të morë me opozitën. dashur Ju ka pagu, ju kanë praksit vetëvenduese. O jo, lene se. Jam tani që në 20 juve, jemi shumë atë se ju. Hajtë bjedhi do lojka, si qatë punë ki. Hajde. Jemi të lypë debat për shdo në, atë dilnin debat. Po ti me nësë po pratë me po koalicion me vetëvenduese. Hajde pajtë bjedhe në i like. Bjedhe në i like. Hajde, qatë punë ki, me bjedhe Ju lojka. vjedhni lojka, ju jeni të morë me qësë është ju shti vetëvenduesja u morë me qëtë punë. Dashur gazetar, që shë edhe pesheni, sikleti i partive opozitare, në veçanti i LDK-s, është i pa përmbajtën. I pa përmbajtën. Njerëz që blejnë vot, natyrë veç pak. Njerëz që blejnë vot anë diaspor, njerëz që blejnë lajka, njerëz që i shkojnë Albin Kurtit, njerëz që i shkojnë Albin Kurtit në se cilin ta keme vojnë. Unë e besoj, veç pak, ju lutna. Se s'po folë në kuvend. Eliata, muna mi kryqit konferencë, ju lutna, se që kjo është qëllimi me prish. Kur gjo ma shumë Partia Social-Demokrate së ka dënë se sa me na u përgjigj në pyetjen jetike. Qka kanë me bo lidhja demokratike mas zgjedhjeve? A janë për qeveri me Kurtin, a janë për qeveri pa Kurtin, a janë për president me Kurtin, a janë për president pa Kurtin. Mashtrimi opozitar nuk gëzën me shku tutje, lëpi votat për pushtet anti-Kurt e shko negocion me Kurtin. Këta janë ata të cilët mendojnë që poplin duhet me manipulu, që poplin bën me rajt. Këta mendojnë që poplin nuk e kuptan të vërtetën. Për këtë arsye në vazhdimsi i ka kuptu popli. Sikletin që e patë sot të Parisit është sikleti i lumirit e i Vjosës. Sepse është kuptu totalisht që kjo ka qenë një skeme mashtrimit. Vendi ka shku në zgjedhje sepse lidhja demokratike e Kosovës ka besu që tu e marrë Vjosën bashkë me Lumirin, e tu i largu kujtimin e Hykmetin e të tjiret Abdullahun, rritët LDK-ja. Tash që e kanë kuptu që kjo s'po ndodh, e kanë kthy fokusin të Partia Social-Demokrate. Ftesa jonë është e qartë. Let na tregoni çka doni me bo mas zgjedhjeve. Oferta jonë është e qartë, e dëgjuat edhe më herët, let në nënshkrujnë publikisht. Let mos vinë me prish aktivitete. Kur aktivitet LDK-s, atë PDK-s, ata AK-s nuk kom prish. Kur? Kom bo aksione protesta, kom bo aktivitete politike. Këta janë të mirë se ardhën, mas i ka kanë të interesum, të zyra jonë, publik, në emisione, me folë krejt çdo gjë që na kemi nevojë për me folë. Prandaj, ftesa e më është sikur se të PDK-ja. Let zotohen publikisht që kanë mi majtë fjallët, let i kallëzojnë poplit për çka janë dhe atëherë jemi në rregull. Për ndryshe gjitha tjerat janë manipulime. Si ju përgjithë do të kritikave të partive opozitare që ju jeni të aksione duke imbajtur me porosi nga vetëvendosja? Është e thjeshtë. Një nënshkrem këtu dhe zgjidhet çdo gjë. Vesh një nënshkrem i Lumir Abdigjikut mungon. Edhe mbyllet po bëjmë. Ky është zotimi publik i PSD-s. A janë të gatshëm Lumir Abdigjiku, Vjosa Osmani, Bedri Hamza me nënshkru? I shkon mirë, na jemi tu i lut. Na jemi tu i ftu ata me nënshkru. Nëse na jemi tu i shërby, let nënshkrojnë pra.
Se na lidhemi me fjalën tonë. Na jemi vetmi subjekt aktualisht që të dalë para popullit Kosovës dhe ka bën zotimin për çka është. Nëse na jemi në kuvend që të jenë zotimet tona, leti në nënshkrujnë këtu dhe zgjidhen këtë dilema. Amo, ideja mu më shef, jo e ka shti ky, jo e ka shti jaj, nuk ecë mo. Për këtë arsye, janë zotime që ata duhet me i majtë. Nëse s'ka e kësha nënshkru dhe për LDK-n. Çdo debat që për 2 javë ditë po ndodh në shoqërinë kush me kon është, me këtë në shkrem kryet. Na i presim tash deri kur të janë gati ata me nënshkru. Që s'janë gati me nënshkru, tani të sigurt që këta janë në shërbim të kurtit, veç me marr pak pushtet për veti. Kur gjë më shumë. A ke ndërgu këtë test për ta dhe zyrtarisht? Po do ta dërgojmë në email të 2 kryetarëve të partive, për shkak se besojmë që është e rëndësishme ata mu përgjigj këtë çështje. Tani këtë pyetje që kanë mi pas gazetarë, qytetarët, kush kujt i shërben, i ftoj veç me i sfidu partitë opozitare. Ne nënshkruajini zotimet publike dhe jemi në rregull.